Analisti i njohur Shkëlzen Maliqi e ka komentuar reagimin e fundit të ambasadës amerikane në lidhje me mos-certifikimin e listës serbe për zgjedhjet e 2 dhjetorit. Ai ka përmendur frazën më të ashpër të këtij reagimi. Në profilin e tij në Facebook, Maliqi ka shkruar se kur amerikanët thonë se po i rrezikon interesat strategjike të SBA-s, është tashmë vonë për gjithçka. Kur Washingtoni thotë se po i rrezikon interesat strategjike të SBA-ve, vonë është edhe me i thanë Kurtit mlidhi mend, ka shkruar Maliqi. Përpjekjet e vetëvendosjes për të bllokuar certifikimin që lista sërbska të marrë pjesë në zgjedhjet e Kosovës janë shkurtpamse dhe përçarse, kështu u shpreh ambasada e SBA-s në Prishtinë, sipas së cilës të gjithë qytetarët e Kosovës duhet të jenë në gjendje të ushtrojnë të drejtat e tyre demokratike. Veprime të tilla minojnë stabilitetin e Kosovës dhe interesat e SBA-s, përfshirë rinisjen e dialogut ton strategjik për avancimin e mundësive për bizneset amerikane dhe kosovare, shkruan ambasada amerikane në Facebook. Ndërkohë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve konfirmoi 22 subjekte politike për pjesëmarrje në zgjedhjet e parakohshme parlamentare që do të mbahen më 28 dhjetor 2025. Nga 24 që aplikuan më parë, vetëm 2 nuk u pranuan, dhe ato janë Nisma Social-Demokrate, e cila përmbushi të gjitha kriteret përveç listës së kërkuar të nënshkrimeve, dhe më pas lista sërbska, e cila nuk mori votat e mjaftueshme. Fakti që lista serbe nuk u certifikua për pjesëmarrje në zgjedhje çoi në një zinxhir reagimesh negative nga aktorë ndërkombëtar. Përpara SBA-ve reagoi edhe misioni i OSBE-s, i cili e vlerësoi këtë vendim si një devijim të qartë nga standardet zgjedhore të pranuara ndërkombëtarisht. Ai shumë ka pasur reagime nga ambasada e SBA-s në Prishtinë për të dënuar veprimet e qeverisë Kurti gjatë tyre 5 viteve, saqë tashmë ajo është ndërruar në traditë që faqja e misionit diplomatik amerikan të bombardohet nga mbështetësit e vetëvendosjes, shpeshherë edhe me llogaritë rreme. Shkak për mlefin e shfryrë të masave online të VV-s u bë dënimi që SBA-ja i bëri lojës politike në KQZ për mos certifikimin e listës serbe për zgjedhje. Ambasada tha se kjo parti po shkakton përçarje dhe po minon interesat amerikane në Kosovë. Me të dalë ky postim në Facebook, menjëherë filloi shpërthimi i histerisë së përkrahasve të pushtetit, me qindra komente në drejtim të misionit diplomatik amerikan. SBA-ja kurrë do ta lejonte një grup politik të lidhur Aptazi me diçka si Al-Qaedan të merrte pjesë në zgjedhjet federale. Institucionet e Kosovës meritojnë të njëjtin standard të mbrojtjes, thuhet në një koment në faqen e ambasadës. Ndërkohë, një tjetër mbështetës i vetëvendosjes shkroi: Ambasada e SBA-s është për diplomaci, jo për ta detyruar një qeveri që të bëjë politika të caktuara. Respektoni shumicën e votuesve dhe sovranitetin ton, ju lutem.